është qarë nga një zënës ministër nga Mesia Bujqësisë, i ri ishte ai, ai nuk më njifte mua të më ashtu. Edhe, po, ai nuk foli mirë, po them unë. Se çfarë tha? Pakën të kisha të reguar një lloj nderimi për instituti që po mbyllej. Si më është, një lloj nderimi, hajtë, në ashtu. Ai u sullash për dhe unë. Çfarë tha, ju kujtohet çfarë tha? Ju kujtohet çfarë tha? Lere. E di, lere, po, ata njerëz që përçmuan, këta njerëz, vazhdojnë përçmojnë akoma, thonë, po pse i marrim, se kemi gazetarë plot, kemi kronista që na tregojnë çfarë ndodh në Shqipëri, ata janë njerëz, janë fajtorët e parë, ata që përçmuan punën edhe dinjitetin e këtyre njerëzve. Ai zonës ministër, për këtë, patëm debat atje, vetëm unë. Ta mbashmend, tha, Zoti Krishto, tha mua, ta mbashmend, tha, këtë punë. Shtë mbaj me duni, thëshun. Që të mbaj me, po? Dëgjoj, thëshun. Ka që sa janë bëri, thëshun, unë e kam rezistuar shantajëve si këto që bënd ti, thëshun. Po shtur për ty, thëshun, që si dhe shu, se je burshteti, thëshun. Këshu i thëshun, je burshteti. Pa unë, thëshun, sa janë bërë kaqë, thëshun, së më ke bërë ti, thëshun. Nuk më ke bërë ti. Dhe këshu që spinuja të tua të kuni, thëshun. Ju bëni punë të tojë se punë shteti, thashëm, të bëtë. Po kjo është një gabim shtetëror i pafarshëm, thashëm, për këtë punë. A i zonës minister që nuk ja thot emrin Zotë Kristo, se s'do se mbaj me emrin, jo. E asja mbaj me emrin, me siguri është jashtë tani, si shumica atyre që bën sa lek edhe hikën, se ky është problemi i politikanëve në Shqipëri. Jo vetëm që nuk u ndëshkuan, po bën parat e tyre dhe shkojnë i shijojnë jashtë. Njerëzit që punuan dhe deshën këtë vend, ja ku janë. Ata habiten kur i fton, si që habit Zoti Goja në rastin tim, dhe tha, vërtet, po më fton të flas ta, se s'më ka ftuar njëri të flas. Kjo është fatkeqësia jonë e madhe, këtu nis. Dhe jo vetëm që nuk respektojmë njerëzit e mëdhenj, që i kam dhënë këtij vendi, po dhe njerëzit që punojnë, ende. Fare. E vini re që sa që ka probleme, ekspertët më të rëndësishëm janë ata të motit, që tregojnë parashikimin e motit, dhe gazetarët pastaj që tregojnë nivelin e rreshjeve. Nuk e di. Të në diqka për këto, a ere me që doli vendimi të mbyllej, të më në ashtu, nga qeveria e Meksi, po them, nuk e qenë inxhinjera i. Po politika është tjetër dhe të tjerë. Edhe djom që filluan të privatizoheshin objekte shtetërore. Edhe unë mora iniciativën, se ta privatizonim institutin, ta bëni privat. Bëm listën, peticion listën, e kam akoma listën. Me se të listën, atyre që ishin institut, me ati, që me të e paraqita në ministri, që ta privatizonim dhe nga kolektivi, drejtori parë do isha unë. Se me që isha ashtu. Edhe, po, si thonë atë, lau më sala më ty faqet e këtë ju dhe nuk deshën ta kishin institutin. S'donin institut fare. Nuk e donin institutit dhe vetë... Nuk është puna që se mbanin dot, po nuk e donin. Nuk e donin, nuk është puna, nuk e donin. Nuk e donin. Ju, deri në atë moment, çfarë veprash kishit bërë në Shqipëri? Unë jam nga projektuesit kryesor që janë gjallë për digat. Jam mbi 60 diga që nga projektuar. Përfshirë dhe digën e Bovillës, unë i kam dhënë dorën e fundit. Bovillës dorën e fundit? Dorën e fundit, unë i kam dhënë. Së fundi, kam projektuar një digë 50 metra në zonën e Fanit, për i drejt central, nga të vejlit. E fundit fare një digë Pollat, Padujev, në Kosovë. Ajo firma që mori mua, se kanë atë, më mbajti në gjumë dhe nuk e fituan atë tendrin atë. Dhe mora veç, o thashin Terezi ju, e thash, unë jam projektuesi që e kam bërë atë edhe shumë, dhe unë se fitoj do ti, thash, shkë punë. Projektuesi thash unë, preashtot, fare nga shkë punë, thash unë. Ose do t'jepi bonus të majmë, thash unë. Dhe shumë për atë punë. Ajo ishe fundi që bëra me... E fundit, që su përzjeve më. Po flasë për dikur, më parë. Para 9 vjetës. Të tëra janë në Shqipëri. Për shembull, ishim fshat Belesov, lugin e Lapardhas, në bera 25 metra dik.
ata e kam projektuar kur ishe në pallon shkurtra. Është në Mallakasër, po them këto që janë më shumë Mallakasër, është atje ku fillon Gjanica. Gjanica është 60 metra e lartë. Atë fillimisht projektin e saj ka bërë autori i këtij libri. Murat Klosi, Mallakasriot. Aherë kur ka bërë studime për Mallakasër, për ujitjen e Mallakasër, aherë ishte për herë të parë që bëhesh në rang krahine. Ky e bëri, ishte drejtor në ministri, po ishte nga Mallakasër. Po ka qenë me mend, se ka vdek të qej, ka qenë me mend, e kam pasur dhe drejtor, po ka qenë ministri, pastaj institut, edhe shumë. Përmendim disa të tjera, që keni bërë. Po, aherë në ato kritikat nërtim, se njifjet e kritik, a i pësoj në goditje, po nuk u dënua, po e pësoj goditin. Instituti kryoj një grup me kryetar mua, po themi ashtu, dhe e përfunduam. Bëm ndryshimet e qish aty dhe më dorën e fund e mori nga unë. Qumë tashi me që jam unë, si thonë, kale që shin lemët i ngelet ajo punë dhe unë. Jo, por mund të përmendim disa të tjera ku keni u firmën? Po. Tashi ka dig e vështirë për mua që ka qenë si shas 2 vjeç, inxhinier. Është në Durrës poshtë Manzës, është një dig në fushë aty, 8 milion metrë kubik ujë. Një 500 metra e lartë, po ishte mi bazën e iknete. Bazamenti i digës ishte shumë i dobët, shumë i dobët. Edhe atë po unë isha i ri fare, unë ato, edhe unë e bëra me ato që digja, shumë. Kryeinxhinieri në atë kohë ka qenë një figur shumë e shquar e bonifikimin në Shqipëri, Faredin Nuri. Ai ka lënë 2 vajza një djalë. 10 vjetë e kam pasur kryeinxhinier atë unë. Po nga i kam mësur shumë. Kam mësur shumë nga i. I bëra unë ato llogaritit. Jo do ndjeki një metodë që këtu në Shqipëri nuk është ndjekur. Po udhita ai, jo unë. Kuptoj e punë. Është një metodë që ndjek për konsolidimin ose njeshjen e dheut, përdoret koha, që arrini i farë njeshje, pasaj shton nga rkesën. Arrini i farë njeshje nga shtë atje. U bë tamam ajo aty, kur erdi puna, duke punuar, shkaut, nërtim. Shkaut, ndërse që bazamenti top. Se intensit... Ku është ai? Ku në çfarë vendi? Është poshtë Manzës. Është rruga për Gjergj Lalzit. Është poshtë, po nga rruga nuk duket. Është akoma. E shoh unë. Shikon kush e bën. Është akoma. Pra, është funksional. Po është digë shumë e vështirë, bazamenti shumë. Edhe aherë ishin dhe ato fleturfet në atë kohë. Këtia, kryeinxhinieri tim, një tjetër që ishe bashkos, ky kishte marrur në Francë, ai tjetri kishte marrur në Itali. Ai e kishte me të ta thumbonte, po nuk e bënë direkt dhe i bën fleturfet drejtorit madh. Drejtori i madh ishte zëvendës ministër. Ishte njeri nga angonët, po njeri shumë i mirë, domethënë, si njeri domethënë, për të tjerë si drejtues i shkëlqyer. Këto ruaj unë për atë. Ishe i fillim fare unë. Po, kalojmë në disa momente të tjera, ku keni firmën ju, në Shqipëri? Tashi, ja themi një tjetër tashi. Në Durrës, është spital. është një rezervuar sa shumë i madh. Po është mirë rrugën e sfaltë nga kodra aty, ata e kanë projektuar prapë. Me pallona shkurta. Kur veshët pallonat e gjata pasaj, çfarë vepra është bërë? Po them të, se më Durrës kanë jam marrë shumë me Durrësin. Je marrë me Durrësin. Prandaj dhe unë doja të flisnim sot për Durrësin. Edhe të shkemi Kavajës. Është një provë që aty ndahet kufiri i Durrësit me Kavajën. Ai është lënë kufit, tash. Po aty mbrapa ka një rezervuar që e kanë projektuar unë. Tash e rezervuari që kthyer për ujë të pishëm. Për të pirë. Për atë.